Tani që është bërë ministër, Erion Veliaj ka harruar protestat që organizonte dikur. Këtë ja kujtuan një grup të rinj, kategori që ministri prej ditësh përsërit se përfaqëson me tikasterin dhe moshën e tij. Deklarata e ministrit që mundohet të fshihet pas punës vullnetare nuk i bind këta të rinj. Luksi që kam vënë re në 2 ceremonitë martësore të ministrit Veliaj u stonon. Ajo për të cilën unë erdha këtu sot është se dasma që ka organizuar, dasma madhështrore që ka organizuar ministri jonë, nuk mund të jetë kurse një organizim privat. Të gjitha të dhënat e mediave që dalin janë mjaft shqetësuese dhe kjo është një shqetësim mjaft i madh, qoftë për rinin, qoftë për çdo qytetar tjetër të thjeshtë. Ajo që unë dua të tregoj sot tu është se ne të gjithë jemi të vendosur, të shkojmë deri në fund kësaj dhe kërkojmë ministrit që të na japi llogari për të gjitha të ardhurat që ai ka shpenzuar për dasmën madhështrore që ai ka realizuar. Nuk përputhet pasuria, parat, luksi që është derdhur në Gjirokastër me pasurinë që ka deklaruar ministri Veliaj. Janë shumë larg pasuria deklaruar pra me atë që është derdhur. Luksi i Gjirokastrës është në kontrast me dramën e 1 milion të papunëve, s'paktën kështu deklaronte Erioni dhe Edi Rama para 23 qershorit. Ai nuk ka dhënë asnjë shpjegim, deri tani ne na mungon një shpjegim. Pra ne jemi të rinj dhe ne nuk kemi asnjë shpjegim nga ministri ynë se ku i ka gjetur ai të ardhurat për një dasëm kaq pompoze, kaq madhështore, në cilën ai e ka bërë madje edhe në një kala, domethënë kalaja shpronë e shtetit janë simbole të kombit ton dhe a mund t'i lejohet një ministri që të bëj gjithë këtë përgatitje dhe të marrë vende të tilla për të organizuar dasmën e tij? Lajmi se një grup të rinj ishin mbledhur për të protestuar përpara Ministrisë së Mirëqenies Sociale u përhap shpejt në kryeqytet. Të tjerë studentë u bën gati të bashkoheshin me ta, por policia kishte marrë urdhër t'i ndalonte. Nuk duhet t'i afroheshin zyrës së ministrit Veliaj dhe bllokimi u bë që të jashtë quajturit tregu Çam. Ne na ndaloi policia edhe nuk na lejoi që ne të iknim, do ju marrim me vete për arsye se keni bërë shkelje, që keni dalë për të protestuar. Ne tham, paktën unë dhe me këto vajzat që u njoftëm në gjatë rrugës, paktën na njojti makina e policisë, tham që nuk bëm asgjë të keq, fakti që ndaluam dhe u bashkuam disa të rinjve. Arsye pse ishte fakti që ju duhet të merrni leje për dalë për të bashkuar kësaj proteste, ne na folën një mënyrë jo të mirë. Dim që ka brenda disa të rinj të tjerë, të cilët ne nuk i njohim personalisht, por të paktën për të si të rinj që janë, ne po presim të shohim nëse ku do dalin dhe çfarë po ndodh brenda mes të rinj. Mbasi mbaroi, pash policat që na shoqëruam, pse duhet futemi brenda, kemi bërë ndonjë krim, kemi vrarë dikë, pse duhet futemi, duhet kishin marrë leje. Unë nuk studioj për juridik dhe nuk i di këto ligje me saktësi. Thjesht doja të protestoja se nuk më duket e drejtë. Nuk e kuptoj se ndodhi kjo gjëja, sepse thjesht bërëm një thirrje për një situatë që nuk na pëlqente. Nuk e shikojmë si të drejtë, domethënë, edhe thjesht u habita kur policia na ndalovi, pas se ikën kamerat, edhe me një urdhër shumë të shpejtë, shumë të shkurtër, duhet të vini me ne. Kaq. Na morën të dhenat edhe na lanë jashtë. As nuk e kuptoj, as pse na mbajtën, as pse na lanë. Përpjekja e ministrit Veliaj për të mbyllur gojën të rinjve që i kërkojnë të jetë transparent për faturën financiare përforcon dyshimet për abuzime.